do të ndikohet tek mënyra se si ai vepron, te efikasiteti që ka në jetë, duke kaluar tek tematikat që kanë të bëjnë me partneritetet dhe me gjithë llojet të marrëveshjeve apo dhe partneritetet që po mundohet që të kryojnë në këto momente. Ndërkohë që duke filluar që nga dita e premte, të gjitha këto mund të bëhen pak edhe më problematike, duke qenë se do të lodhen shumë që gjithë javës, ditën e premte për shenjën e dashit është dita në të cilën mund të kemi shpërthime emocionale në disa raste, mund të bërtasin, vërtet që mund të reagojnë në mënyrë shumë impulsive. Cilat janë këshillat për shenjën e dashit? Shenja e dashit ka një mënyrë se si mund të kalojë këto. Në qoftë se argëtohen dhe marrin gjërat pak më lehtë. Në këtë rast, kalojnë më tepër kohë me shoqërinë dhe fokusohen tek hobit e tyre. Atëherë do të jenë më të aftë për t'i bërë ballë. Dhe mbi të gjitha do të jenë dhe shumë më të aftë për të bërë dhe bashkëpunime shumë të frytshme gjatë kësaj jave për të pasur një mirëqenie ekonomike të lartë.